Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin, edhe një herë për të sjellur pranë jush të rejat më të fundit dhe për të komentuar në fakt mbi një fenomen, mbi një çështje që unë nuk kam dashur ta besoj që ekziston në vitin 2026. Por më besoni që kur hapa rubrikën e rrëfimeve, në emailin tim vinë rrëfime të çuditshme, të tmerrshme. Nga vajza 25-30 vjeç, problematika me burrat, me vjerat, me familjarët e burrave, do të thënë probleme shumë të mëdha që themi me veten a janë kafsh apo janë njerëz. Çfarë po ndodh në jetën shqiptare? Gjuana Nikolaj, vajza e cila humbi jetën disa ditë më parë, duke i dhënë fund jetës së saj me fotoksin, ka ngritur një alarm në shoqërinë tonë se çfarë shoqërie jemi ne dhe çfarë ne duam të tregojmë në botën e jashtme. Unë kam bërë një kronologji të ngjarjes nga të gjitha informacionet që kemi arritur të sigurojmë nga familjarët se kush në të vërtetë ka qenë Gjuana dhe çfarë ka qenë problemi që Gjuanën e futi drejt kësaj rruge që të merr këtë vendim kaq të madh. Ngjarja tragjike që lidhet me humbjen e 25 vjeçares Gjuana Nikoli ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur shumë pikpyetje mbi atë se çfarë ndodhi realisht në jetën e saj të fundit. Rrëfimi i kushërirës së saj Mira Nikoli i bërë në një emision shqiptar, hedh dritë mbi një histori të dhimbshme që përzihen shpresat për një jetë të re me hijet e dhunës dhe presionit psikologjik. Ajo thotë kështu: Gjuana u rit në një familje të thjeshtë, ku prindërit e saj kishin luftuar çdo ditë për të rritur 4 vajza me mund edhe me shumë përkushtim. Ajo ishte një vajzë e edukuar me ëndra edhe me ambicie shumë për të ardhmen. Kishte përfunduar studimet për juridik dhe kishte synuar të ndërtonte një karrierë të ndershme edhe të pavarur. Që në moshë të re, jeta e saj mori një kthes të papritur. Në gjimnaz njohu një person që më vonë do të rezultonte një zgjedhje jashtëzakonisht e gabuar. Martesa e parë zgjati vetëm 3 muaj, një periudhë e shkurtër por e mjaftueshme për të kuptuar se ajo marrëdhënie nuk ishte ajo që kishte ëndërruar Gjuana. Ajo që përjetoi në atë kohë, sipas familjarëve, ishte një ambient i rënduar emocionalisht. Një klima që nuk i jepte qetësi, megjithatë, vendimi për t'u ndarë erdhi me mirëkuptim dhe pa konflikte të hapura. Familja e saj e mbështeti fuqishëm duke e ndihmuar të largohej dhe të rifillonte jetën e saj të re. Pas ndarjes, Gjuana vendosi të mos të dorëzohej. Ajo nisi të punonte në një zyrë noterie në Lezhë dhe më pas, prej aty, u zhvendos drejt Tiranës, me shpresën për një fillim të ri. Ishte një vajzë që besonte ende tek jeta dhe tek mundësitë dhe tek dashuria e madhe. Në Tiranë ajo krijoi një lidhje të re dhe u martua sërish. Në fillim gjithçka dukej se po shkonte jashtëzakonisht mirë, por shumë shpejt, sipas dëshmive familjare, realiteti ndryshoi krejtësisht. Problemet nuk ishin vetëm në marrëdhënien me bashkëshortin, por edhe me familjen e tij, veçanërisht me vjerën e saj. Sipas rrëfimit të Mirës, burri ishte shumë i ndikuar nga nëna e tij dhe nuk arrinte të merrte vendime të pavarura. Gjuana kishte një kërkesë të thjeshtë,
të jetonin me vete, të ndërtonin një familje të tyre, por kjo kërkesë nuk u pranua kurrë. Përkundrazi, kjo duket se përkeqësoi marrëdhëniet brenda familjes së saj. Sipas asaj që është treguar nga të afërmit, situata në shtëpinë ku jetonte Xuana ishte tejet e rënduar. Flitet për presion psikologjik dhe madje edhe për dhunë fizike nga ana e vjerës në vitin 2026. Edhe pse Mira thekson se nuk ka qenë vetë dëshmitare, ajo tregon se këto informacione i ka marrë nga njerëz shumë të afërt të Xuanës. Një nga detajet më shqetësuese është fakti që sipas saj janë konstatuar dhe shenja dhune. Kjo në fakt ngre edhe pyetjet më të forta. Çfarë e çon një vajzë 25 vjeçare, e cila sapo kishte nisur një jetë të re dhe ishte e lumtur, drejt një fundit kaq tragjik? Xuana kishte lënë dhe letër dhe një tjetër element kyç në këtë histori është letra që pretendohet se është lënë nga Xuana. Por kjo letër nuk ka sjellë qetësi, përkundrazi ka shtuar dyshimet. A është shkruar realisht nga ajo? A e ka shkruar me dëshirën e saj të lirë? Apo mund të jetë shkruar nën presionin të familjes? A ka ndërhyrë dikush tjetër? Kjo në fakt është një fund i kësaj vajze që nuk duheshte të ndodhen. Pa marrë parasysh se sa vjeç kanë qenë, 25 vjeç nuk mund të themi që kanë qenë dhe të vegjëla. 25 vjeç ka vetë kontroll, mund të jeti pavarur dhe nëna mund të mbaj qëndrimet e saj në familje duke respektuar anët më pozitive të familjes. Por siç duket, në këtë mes, marrëdhënia e vjerës që ka këtë bindjen që po erdhi nusja, do më marrë djalin, do ndryshojnë raportet, ka sjellur situatën që i biri i zonjës, do të thënë bashorti i Xuanës, të ketë veprime të këtilla. Mua më vjen shumë keq që në vitin 2026 ndodhin fenomene të këtilla, por më besoni që në momentin që hapa këtë rubrikë të rrëfimeve të jetës, arrita të kuptoj që shqiptarët kanë shumë probleme në familjet e tyre, sidomos raportet nuse dhe vjerë që janë raporte të pa imagjinueshme, të pashmangshme. Dhe për këtë pikë, unë uroj që Xuana, tashmë që nuk është mes nesh, të prihet në paqe, por le të jetë një shembull se si duhet respektuar nusja e djalit në raportin e Xuanës.